Bashkimi Demokratik për Integrim ka reaguar ndaj vendimeve të fundit të presidentes Gordana Siljanovska-Davkova për ndryshimet në strukturat komanduese të armatës në Republikën e Maqedonisë së Veriut. BDI kërkon urgjentisht ndërhyrjen e NATO-s, por siç thon, spastrimin e shqiptarëve nga strukturat komanduese të ushtrisë. Këto veprime, sipas partisë opozitare, jo vetëm që marginalizojnë shqiptarët, por gjithashtu cenojnë drejt për drejt integritetin dhe sigurinë e strukturave tona mbrojtëse. Nga Partia Ahmeti thonë se zhvendosja e generalit të shqiptar Besnik Emini nga posti i komandantit të komandës së operacioneve në një pozitë administrative në Ministrinë e Mbrojtjes përbën një goditje serioze ndaj rolit të shqiptarëve në armatë. Zhvendosja e generalit Besnik Emini nga posti i komandantit të komandës së operacioneve, një pozicion kyç që mbulon rreth 80% të kapaciteteve operative të ushtrisë, drejt një pozite administrative në Ministrinë e Mbrojtjes, përbën një goditje serioze ndaj rolit të shqiptarëve në ushtri. Kjo lëvizje dobëson strukturën komanduese të ushtrisë dhe rrezikon sigurinë kombëtare. Për më tepër, emërimi i kolonel Ulzim Nureddinit në pozitën e komandantit të komandës për trajnim dhe doktrinë duket si një përpjekje për të maskuar këtë padrejtësi. BDI thekson se vendosja e një oficeri shqiptar në një pozicion me ndikim të kufizuar nuk kompenson përjashtimin e udhëhesëve shqiptar nga komandat operative kritike. BDI i bën thirrje urgjente NATO-s dhe aleatëve ndërkombëtar që të shqyrtojnë me kujdes këto veprime, të cilat, siç thon, jo vetëm shkelin parimet e përfaqësimit të drejtë, por gjithashtu komprometojnë ngadishmërinë operacionale dhe sigurinë e forcave të armatosura. Ata gjithashtu kërkojnë rishikim dhe anulim të mënjëhershëm të këtyre vendimeve për të siguruar që udhëheqja të reflektojë përbërjen shumë etnike të shtetit dhe të ruajë standardet më të larta të kompetencës dhe përfshirjes.